që në momentin kur Fjolla Morina shkelte pragun e shtëpisë së Big Brotherit, një dritërim e lehtë e përshkoi. Dritat e forta, shurma e kamerave, fytyrat e panjohura, të gjitha I dukeshin si një valë e madhe që po I afrohej. Ajo hyri me një buzëqeshje të qetë, por brenda vetes mbante një stuhi. Kishte kaluar shumë në jetë, mjaftueshëm sa ta njihte mirë vetmin, largësinë dhe mungesën e besimit të njerëzit. Por ajo natë ishte ndryshe. Për herë të parë pas shumë kohësh, dukej sikur zemra po I zgjohej nga një gjumë I gjatë, nuk e priste. As nuk e kishte menduar. Por dashuria ka një mënyrë të vetëm për të gjetur rrugë, edhe aty ku duket e pamundur. Teksa shikimet e saj u kryqëzuan me ditë nga banorët, koha sikur ndaloi për pak sekonda. Aty, mes një shtëpie plot zëra, ajo ndjeu një qetësi të çuditshme, një siguri të butë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Ishte sikur universi po I thoshte, mos ki frikë. Ja ku është, ditët e para kaluan shpejt, të mbushura me biseda të gjata, me buzëqeshje të ndrojtura dhe me ato shikime që nuk kanë nevojë për fjalë. Sa herë që ai I afrohej, Fjollës I dukej sikur zemra fillonte të rrite me një ritëm tjetër. Nuk e dinte nëse ishte dashuri apo thjesht një ndjenjë e bukur që vjen me fillimet, por ajo që ndjente ishte reale, e pastër dhe e fortë, në mbrëmjet e vona. Kur banorët flinin dhe shtëpia zhytej në heshtje, Fjolla shpesh rrinte zgjuar duke menduar se si një reality show, diçka që duhej të ishte thjesht eksperiencë, ishte shndërruar në një faqe të re të jetës së saj. Ajo po mësonte sërish të besonte. Të hapej. Të pranonte ndjenjën që I trokiste në shpirt, çdo ditë që kalonte, lidhja mes tyre bëhej më e dukshme, më e sinqertë. Nuk ishte e nevojshme të fshinin asgjë, sepse shtëpia e Big Brother I bën ndjenjat transparente si qelçi. Dhe pikërisht aty, në dritat e kamerave që nuk fikeshin kurrë, Fjolla po ndërtonte diçka shumë njerëzore, një afërsi që e mbushte me ngrohtësi dhe I shpjegonte se jeta ka ende surpriza të bukura.